përqindja do të thotë, sipas ligjit për pagat në sektorin publik, përqindja pagesës së përvojës së punës është ulur nga 0.5% në 0.25%. Çfarë ka thonë gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese ka thonë se kjo cënon të drejtën e prodhë, për shkak se secili person ka pas pritje legjitime në pagesën e tij, se pagesa e tij e përvojës së punës është të paktën 0.5%. Ky aktgjykim për Kuvendin e Republikës së Kosovës është detyrim kushtetues. Aktgjykimet e gjykatës kushtetuese, të cilat interpretojnë Kushtetutën e Republikës së Kosovës, për nga fuqia e tyre, janë ekuivalente me kushtetutën dhe për këtë arsye mosbatimi i aktgjykimit të gjykatës kushtetuese është shkelje e vetë Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Fillimisht duhet të theksuar faktin se ky mosbatim përpos që paraqet shkelje të kushtetutës, paraqet cenim të drejtave të mbi 90.000 zyrtarëve publik, të cilët tani më i kanë të konfirmuara pritjet e tyre legjitime, të drejtat e tyre, e kanë të njohur të drejtën e tyre nga ana e gjykatës kushtetuese. Dhe që do thotë ky mosveprim u okasionuar të drejtat të gjitha tyre. Tash në këtë situatë të cilën jemi, normalisht se zyrtarëve publik u lindë drejta për të kërkuar domi që ju ka shkaktuar. Për periudhën kohore nga shkurti 2024 deri më sot, ata është doshur që të paguhen për 15 vitet e para të përvojës së punës, është doshur që të paguhen nga 0.5%, janë paguar nga 0.25%. Pra, ka pasur të hyra më pak se sa që u është njohur nga aktgjykimi i gjykatës kushtetuese. Dhe kjo paraqet do thotë shkaktim të dëmit përmes mosveprimit dhe normalisht që u mundësohet fillimi i procedurave gjyqësore në raport me Kuvendin. Mirë po që Instituti i Kosovës për Drejtësi rekomandon fuqishëm që realizimi i këtyre drejtave mos të bëhet në mënyrë individuale përmes rrugëve gjyqësore, mirë po të bëhet një rregullim kolektiv nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, për shkak se dëmet do të ishin shumë të mëdha si në raport me zyrtarët publik, si në raport me gjyqësorin, si në raport me buxhetin. Për çfarë arsye po them? E para është se zyrtarët publik, një drejtë që është njohur nga përmes gjykatës kushtetuese, duhet të akzojnë ashtu siç ka thënë gjykata kushtetuese. Duhet të miratohen ndryshimet e reja dhe të mbrohet e drejta. Nëse mbrojtja e këtyre drejtave shkon individualisht, 90.000 zyrtar publik duhet me paraqit padi në gjyqësor. Kjo situatë ka më rëndu gjyqësorin jashtëzakonisht shumë. Në bazë të një kalkulimi të përgjithshëm, shpenzimet procedurale në këtë rast për buxhetin do të kushtojnë rreth 35 milion euro, pa i llogaritur kamatë ligjore dhe eventualisht shpenzimet në procedurë përmbarimore. E vërteta është që shkeljet e kushtetutës edhe mosbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese nuk janë raste të izoluara, është një gjë që ka përshkruar krejt punën e kësaj qeverie në 4 vite fundit kësaj shumice. Unë po them qeveri sepse grupi parlamentar i maggjorancës sotme edhe asaj që ka qenë deri para këtyre zgjedhjeve është kontrolluar komplet nga agjenda qeveritare dhe na duhet të themi formalisht nuk e zbaton Kuvendi, po e vërteta është që Kuvendi nuk e zbaton sepse ai që është lideri i maggjorancës Kuvend nuk don me e zbatu. Sigurisht ky është formalisht obligim i Kuvendit të Kosovës. Ajo që tha Gzimi është e paimagjinueshme që vendimet e gjykatës kushtetuese në një vend demokratik të neglizhohen, të mos zbatohen, sepse ato janë norma kushtetuese dhe vendet e reja si na nuk e kuptojnë që normat që dalin, interpretimet që dalin nga gjykata kushtetuese janë kushtetuta vetë, sepse të zonë rastin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, nëse i pyet amerikanët profesionistë, ata thonë që kushtetuta e Amerikës është ajo që thotë gjykata supreme amerikane. Kjo është e vërtetë sepse po të lexosh sot kushtetutën amerikane ti mund të gjesh zgjidhje për pak probleme sepse është një dokumenti më abstrakt, ndoshta në drejtësinë në botë dhe konkretizimi i saj ka ndodhur përmes vendimeve të gjykatës supreme, por dhe ka ndodhur, si më thon, ndryshimi i kuptimeve që janë shprehur në kushtetutën amerikane të shkruar 200 vjet përpara dhe është zbatuar ajo që quhet interpretimi progresiv që i përshtatet rrethona, kështu që edhe ne duhet ndërtojmë kulturën që vendimet e gjykatës kushtetuese me lezuesit baratlefshëm me kushtetutën. Unë kam thënë edhe një herë tjetër në një trojës të IKD-s që ne kur trajtojmë problemet e mosbatimit të kushtetutës, të vendimeve të gjykatës kushtetuese në rastin e Kosovës, do ta shohim jo thjesht si një
bojkot, si me thoni zbatimit, ose si një mos veprim nga ana e qeverisë, por si një logjik qeveritare. Qeveria jonë është qeveria ndër të paktat në Evropë, fatkeqësisht që është qeveri populiste. Të gjitha qeveritë populiste në botë kanë raport tensionum me kushtetutën, me ligj. Sepse mendojnë që kushtetuta, ligji, gjykatat e kufizojnë pushtetin e tyre. Pushteti i qeverive populiste ka një karakteristikë, don me shku për te kushtetutës. Kjo është njëra nga aspektet e cilat kuvendi nuk ka mujt me ushtru funksionin cilin e ka. Pyetjet ndoshta vetëm duhet ato që e tha dhe përparimi me drejt, pyetjet çka ka derivu deri këtu që ky aktgjykim nuk është zbatuar në tërësi. Nëse flasim për vitin 2024, ne duhet t'ja them edhe juve këtu dhe publike, ndoshta strategjia e njëjtë cilën e ka përdorur partia akoma që është në pushtet ose si qeverinë e detyrë ose si shumicë parlamentare, kuvendi pothuajse ka qenë jo funksional në tërë vitin e saj. Nga shkurti i vitit 2024 deri në shpallën e zgjedhjeve nacionale, kuvendi nuk ka funksionuar normalisht, as kuptimin e mbajtjes së takimeve të komisionit, as dhe propozime agjendave të cilat do të mund të kishte ndërhyrje dhe propozime të reja për ndryshimet legislative ose për plotësimet vetëm kur është dashur të përmbushet agjenda ta quaj kushtimisht atij programit pa përmbushur politik të arritjeve të kësaj qeverie. Edhe sot me të vërtetë kështu është handicap, ndoshta është strategjinë e vazhdim që të mungoj pozita në debatet publike dhe duket që kjo edhe ju ka dhënë kuptimin e votës. Këtë e vlerësojnë qytetarët duke ikur ballafaqimit, kanë marrë votë më shumë, ndoshta edhe tash nuk jemi në një proces pas zgjedhor, por fatkeqësia është ato që ne po e theksojmë që Kosova ka rrshitur në një situatë e cila ka krijuar destabilitet edhe ligjor dhe kushtetutë. Deri atëherë, për një situatë që unë nuk e kisha dashur që të mos të ketë ose të ketë padyshmëri edhe kushtetuese edhe juridike, aty ku është edhe qëllimi i Partisë Lëvizjave dhe Vendosje udhëhequr nga Albin Kurti. Sepse ne kemi më shumë se 70 shkelje kushtetuese që janë evidentuar, shumica kanë dalë si shkelje nga legjislacioni i kuvendit e Kosovës, me ndërhyrjet sepse instrumenti demokratik i partive opozitare se një parti opozitare është mbrojtja e kushtëtshmërisë edhe ligjshmërisë, të cilat kanë qenë tepër të sakta, ato që kemi thonë në seancë kuvendore, pothuajse në mënyrë të njëjtë ka parashkruar me vendime dhe gjykata kushtetuese dhe këtu është ngritur debati politik nga partia në pushtet se atë që po thotë opozita, atë po e shkruan gjykata kushtetuese. Po ajo ka qenë shumë e qartë, siç është vendimet e tilla mbi ligjin e pagave ose shumë ligje tjera, të cilat kanë dalë me shkelje kushtetuese. Nuk është vendimi vetëm që është dashur si detyrim kushtetues të ndryshohet në ligjet e cilat kanë dalë me shkelje kushtetuese. Kjo është njëra ndër vendimet, sepse ka pas edhe për ligje tjera ku është kërkuar ky 6 mujor dhe qeveria njërin vetëm e ka improvizuar. Kemi edhe për ligjin për zyrtar publik ose për vetingun, domethënë vetëm ka ardhur një improvizim sepse shkeljet kanë vjetër të njëjta edhe deputetët e kuvendit të Kosovës prapë janë detyruar që ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Tash a i ndihmon vendit kjo çështje? Jo, ne të gjithë po jemi koshient ndaj saj. A e zhvillon demokracinë? Jo, sepse lufta që e ka shpall haptas lëvizjave të vendosje ndaj gjykatës kushtetuese ka qenë luftë e hapur. Domethënë atakimi, sepse edhe ne kemi qenë ndonjëherë në pozitë dhe nuk na kanë pëlqyer vendimet e gjykatës kushtetuese, po as janë diskutuar për zbatim të saj, ku vetëm kamatat dhe vetëm shpenzimet ato e kanë stërfishuar damin i cili është bërë buxhetit të Republikës së Kosovës. Kjo është e njëjta logjik. Është për të ardhur keqësi si në vitin 2025, ku në Kosovë promovohet demokracia, ku këtë botë e ka sy tek ne dhe në ka suportuar që të kemi një demokraci të mërfit, ne tani kemi një qeveri që të dy deputet e thanë shkelje kushtetuese, unë nuk e tham që është shkelje kushtetuese e rastishme, por kemi shkelje kushtetuese në një vendimi kushtetues. Asnjë përgjigje nuk e kemi marrë në shles dhe kthejnë mjesë sipas vendimit që ka kushtetuar. Edhe kjo s'ka ndodhur. Arsyeja e ministrit nuk sheh këto detyrime
sipas vendimit të gjykatës kushtetuese. Vetëm po të me ju si institut i Kosovë për drejtësi që mund të kyçë diskutimet më shumë. Andaj, faleminderit shumë zoti Delia. Faleminderit të Mali Bashi, kryetar të Federatës. Kjo qeveri dhe ky parlament një anë shumë thuajse ka miratu një projekt ligj, pra me shkelje kushtetuese. E për mua janë qeveri, kjo qeveri luftën e parë ka nismes. Mund një anshëm përmes ligjit të çështja ajo dëshiroj t'ju informoj sindikatës e Kosovës. De facto ka shumë. Kjo është e Taj besoj që edhe në rast se mazhoronca apo partia nëse edhe zyrtarët që ata kanë votat të tyra dhe përfaqësojnë, nuk besoj që do ta anashkalojnë parasysh se tani ta kenë një siguri zyrtarët publik që diçka ka nisur në iniciativë me se popull 6 deputetëve. Partimit të ligjit për pogët